Emisioni që thot fshati nis udhëtimet në të tjera destinacione larg qytetit të Vlorës për të parë nga afër realitetin e tyre. Sevasteri është një tjetër ndalese e Kameroson. Udhëtojmë në një prej krajinave më të rëndësishme dhe më të mrekullueshme të bashkisë së Selenicës, një njësi administrative e veçuar nga të tjerat, e cila mbart brenda vetes disa fshatra, por shumë traditë, kulturë, zakone dhe histori. 45 kilometra larg Vlorës, Sevasteri mbetet një njësi administrative thuajse pa rrugë. Përgjatë udhëtimit tonë në të, jemi ndeshur me një segment rrugor, i cili prej fshatit Vajzë e deri në qendër të Sevasterit është i amortizuar. Jo vetëm i amortizuar, por gjatë ditëve me rreshje shiu të vjeshtës e dimrit që lan pas. Rruga ka rënë në shumë pjesë të saj dhe rrezikon të dalë jashtë çdo funksioni. Bëhet fjalë për një rrugë e cila lidh disa fshatra, ndër më të rëndësishmit të Sevasterit. Nëpërmjet kësaj rruge kalojnë banorët e Golimbasit, Dushkarakut, Shkozës, Mazharit, Ploçës, Lezhanit dhe Amonicës. Një prej problematikave më kryesore që ka sot Sevasteri dhe njësia administrative ku përfshihen disa fshatra është pikërisht dëmtimi i segmentit rrugor. Rruga, duke filluar nga fshati Vajzë dhe deri në Sevaster, ka mbi 6 vende në të cilat ka rëshqitur dhe gjithë pjesa e asfaltit është rrëzuar në pjesën kodrinore, duke shkaktuar një amortizim të mëtejshëm. Shirat e dimrit kanë bërë që kjo situatë të agravoj edhe më tepër, por ndërkohë që kanë kaluar muaj, ende nuk është marrë asnjë mas për rihabilitimin e segmentit rrugor, i cili, kur do të ketë sërish shira në vjesht apo në dimër, rrezikon që të bjerë akoma dhe më shumë të shkatërohet duke izoluar një zonë të gjerë. Rruga e cila të çon drejt Sevasterit dhe lidh këtë të fundit me Vlorën, banorët tregojnë se më parë ka qenë një aks nacional, por me kalimin e viteve, traseja e rrugës është ngushtuar tepër, duke u kthyer në aks rural. Rruga është ndërtuar sipas banorëve në vitin 1928 nga italianët, e ka mbetur në po të njëjtën gjendje. Kjo rrugë sipas banorëve do i të lidhej me Tepelenën, por mungesa e investimeve nuk e ka mundësuar këtë gjë. Banorët thonë se është realizuar vetëm 80% e projektit për ndërtimin e urës që e lidh me Tepelenën, e puna ka mbetur prej vite shpesu. Mungesa e investimeve në përmirësimin e akseve rrugore dhe ndërtimin e tyre lidhse ka bërë që Sevasteri të kthehet në një vend pa dalje. Nëse shkon drejt Sevasterit, duhet të nisesh vetëm për aty, e më pas kthehesh pas në të njëjtin drejtim pa mundësi tjetër kalimi. Ndërkohë që banorët thonë se rruga e Sevasterit nga Vajza e deri në qendër të fshatit rrezikon të dalë jashtë çdo funksioni, e nëse kjo rrugë shembet sipas tyre, krajina kthehet në ishull. Nëse do të ishte investuar në rrugë, banorët janë të bindur se krajina e tyre do të kishte më tepër zhvillim ekonomik, turistik, e shumë veta nuk do ta kishin braktisur fshatin e tyre. Rruga Vlorë-Tepelen është 1928 e ka bërë Italia. Faktikisht ju herdhët asaj rruge. Në qoftë se Italia asaj kohë bëri trase 10-12 metro, ne sot kemi 5 metro. As trase s'është. Shkodratë të pyesja pak se është shumë shqetësuese kjo çështja e rrugës. Ne, siç e the, erdhëm që andej, në shumë vende e rrëzuar, ka kohë kështu. Jo, ky dimër që kaloi. Ky dimër, shirat, ata që mirëmbajtja, kujdeun se jam Në 10-15 vende thuajse është e rrëzuar. Pra, shikoni çfarë bëhet. Nuk flas për politikën, se dihet sot është merr sa të marrësh, sa të mundesh, por Shqipëria, siç e kanë nisur, këta duhet ta fshihin nga harta. Dhe me atë rrugë, nëse ajo bie, ajo ka qenë e vitin, ne jemi pa lidhje në krah tjetër. Ajo rrugë ka qenë Vlorë-Tepelen. Vazhdon këtu lart ku zbritet poshtë, aks nacional. Në këto vite e kthyen aks ural.
se në një aks rural ndryshon gjerësia parametrat si i kanë ata mjeshtrat. Ngushtua si gjerësinë. Se nuk u bësi trase. Tjetër nuk u lidh këteja. Ne ngelemi gjep. Që të vish Sevaster duhet nisesh ka stile për në Sevaster. Që çdo njeri nuk ka. Po ti shura këtu do kish qarkullim, se do vinte te Pelena shkurt, do dilte në bosh. Krahin pa dalje. Pa dalje. Hyrje me hyrje, edhe pa dalje. Dhe kjo gjë sigurisht ndikon në zhvillim, sepse në çdo gjë. Dil aty shiko spitalin. Këtu në atë kishte dentist, kishte shtrim, kishte të tëra ato shërbime që afron spitali Vlorës. Sot. Si t'ja bëni nëse më do të... Si t'ja bëjmë, ik të ikim. Po nëse do t'ishte rruga, po them lidhja me të probleme. Lidhja po me mirë, mirë, ato duhen se për të punuar do punosh vetë mor mik. Po jo, çfarë sjell apo çfarë do sillte kjo? Po do sillte zhvillim, njëri do bënte një gomistari, do hapte biznese, do lëvizte, do shiteshin më shumë se një kafe. Do bëjshin 7 kafe, do bëjsh një restorant, njëri do bënte një diçka tjetër. Kështu që do mundoheshin të tërë nga pak si që janë në zonat e tjera. Po pushteti, çfarë thot për rrugën? Në radh parë për atë çfarë dhe për tot para. Shikoni, pyesni në popull se çfarë thot pushteti. Jo, se ju jeni banor, besoj jeni ankuar gjithmonë. Kjo është një çik pyetje naive. Do shikosh rrugën një herë, pastaj merr përgjigjen. Dile rrugës e thuaj, ore këtu që kanë paska zot. Ke shpresë ti si banor se do bëhet një ditë ky zhvillim? Asnjëherë dhe mirë këta që rrinë akoma këtu. Faleminderit. Tini mirë. Qëllimi i emisionit Ç'thot fshati është të prek nga afër realitetin e fshatrave të Vlorës, të takojmë të gjithë së bashku e nga pranë, të shohim historinë e tyre, mënyrën e jetesës në fshat, por pa haruar të evidentojmë problematikat që fshatrat kanë sot. Problematika këto, të cilat në episodet tona i faktojmë me pamje fakte reale, me zërin dëshmitar të pamohueshëm të banorëve të zonës, që tregojnë vetë me gojë dhe me fjalët e tyre realitetin e jetesës së tyre. Emisioni Ç'thot fshati këtë të diel është ndalur në Sevaster, në një prej zonave njësive administrative më të rëndësishme të bashkisë së Selenicës. Kemi ardhur në këtë fshat të largët nga Vlora, por edhe nga vetë Selenica, për të parë nga afër gjendjen e fshatit, për të takuar një fshat me histori, por gjithashtu për të shtrënguar duart edhe me banorët, ata të cilët janë të zakonit dhe traditës. Gjithashtu përgjatë këtij episodi kësaj puntate do të ndiqni edhe gjendjen e fshatit sot, problemet që vuajnë mbi banorët dhe gjithashtu mungesën e investimeve ndërvite, të cilat sigurisht e kanë lënë këtë zor, e cila sot të jetë e shkret. Mendohet se emri Sevaster, siç tregojnë edhe banorët e zonës, vjen nga Sevastopoli, një qytet ky mjaft i bukur në Rusi. Në fshat ka gojdhëna që tregohen për Blu Televizion nga shumë banorë të zonës, që e lidhin historinë e krijimit të fshatit pikërisht nga banorët e emigruar shekuj më parë aty, të cilët erdhën në terrene të thyera malore për të takuar nga afër ajrin e pastër, qetësinë dhe klimën. Por këto hipoteza sigurisht mbeten në kuadër të fjalëve të transmetuar brez pas brezi në fshat, e vetëm kaq. Nuk ka asgjë konkrete apo të dokumentuar. Banorët e Sevasterit tregojnë se krahina e tyre është një vend model, pa armiqësi, ku banorët qëndrojnë bashkë e pranë njëri tjetrit. Një krahin pa bela, ku shumica e banorëve kanë hyrje dalje mes tyre. Ata flasin me fjalë të mira, e duke u munduar mos ta hidhërojnë njëri tjetrin. Sipas banorëve, Sevasteri ka shkruar dhe historinë e larë me gjak, ku bie bija të tij nga fshati në luftën e parë e të dytë botërore, kanë qenë gjithmonë të parët për të mbrojtur atë dheun, për të mbrojtur lirinë. Pse krenoheni? Një pjesë na zakonet, na bëmjet, na mirë pritje, na bujaria, një fshat pa bela. Ka që vjetë një fshat pa bela. banorët shkojnë shumë me njëri tjetrin. Po këtu është kuptimi, kalojnë shumë mirë.
Shumë. Një fakt. Kuptoj. Një fshat i cili nuk ka armiqësi, nuk ka krim. Jo. Po çfarë ju bashkon me njëri tjetrin? Fjalori, llogaritë. Nuk dim të rëndohemi tjetrit vetëm me dorën qafë. Kështu. Pse i quhet Sevasteri? Pse Sevasteri? Thona fjala e vjetër Sevaster, si kur vjema Sevastopuli, Rusis. Po, Sevastopul nga Sevastopuli i Rusis. Kështu flitet. Të ardhur duhet të jenë njerëzit këtu. Këtu janë ngullur për një klim, për një ujë edhe për blektori. Ujë edhe du. Sevastopull çfarë do të thotë? Për gjë bashkuar. Gjitha bashkë. Vazhdo. E ika tradita, po të jenë gjithë bashkë. Të pëlqen fshati jot, krenohesh me fshatin tënd? Urdhë? Të pëlqen Sevasteri fshati? Shikon, vendalindja me çdo vend është e dhëmshme. Dhe shqiptarët u takon në Shqipëria, pavarësisht se në asile të veç në Parajës në 15 e Beogradit, sot e 35 vjet më përpara, pa atje ku ja ka bërë koka dënke dhe me të dashurit, kënaqe. Në lufte e dytë botërore mund të flasëm Sevasteri, edhe në lufte 20-ëshe ka patur. Ka dëshmore, pasi ka. Sevasteri është një krahin kryesisht blektorale, ndikuar nga tereni thepisur malor, që e ka e gjithë krajina. Banorët aty mbajnë kryesisht bagti të imta, por edhe lopë. Madje, disa prej tyre rrisin edhe pula deti apo shpend të oborit. Takojmë një prej blektorëve të Sevasterit, i cili na tregon se çdo ditë kujdeset për 15 lopë. Sipasi blektoria është një angazhim dhe aktivitet që për pensionistët ja vlen, pasi ndihmon që krahas pensionit të marrin edhe disa të ardhura shtesë që i shërbejnë familjes. Subvencionet e dhëna për krerët e bagtive dhe lopëve kanë bërë disi ndryshim, por blektori thotë se nuk janë të mjaftueshme. 10.000 lekë të rinj shpërblim për një lopë në vit. Sipasi është një shifër jo e kënaqshme, ku sigurisht duhet të jepen më shumë. Blektori tregon se mbështetja e pakët për blektorin po e falimenton këtë sektor. Sipasi të rinjt nuk merren më me blektori, ndërsa siç thot edhe vet, e ka plagë më vete faktin që këtë angazhim të bukur e të dashur nuk po e trashëgon dot tek djali i tij. Krahas blektorisë, ai thot se bën edhe samar për të nxjerrë disa të ardhura shtesë që e ndihmojnë familjen e tij. Me se merresh? Kam të bakti aty. Me bakti, a? Bëj sa samar dhe kështu. Sa bakti ke nëse të pyes? Po kanë ja 15 lopë. 15 lopë. Ke vite që merresh me Jo, blektor? tani, 3 vjet kam tani. Që merresh me lopë apo Me lopë, me lopë. Po më parë më je marrë me Pata sa bakti. bakti. Si e sheh pjesën e blektorisë, profesionin që Mirë, tani ka rruar. Mirë. pse është mirë, çfarë ka ndryshuar? Po, ka dhënë sa lega i ku di, malli që të punoj një ditë. Një ndim për qarës. Çfarë na aq? Ti për shembull ja del që me blektori të mbash familjen? Unë. Po, do punoj ja del çfarë bëj. Dhe këndo lopë, apo vete i marrë një tu, i bia aty, jo një gardh, jo një shtek, jo një baq, jo bënë një samar, jo. Edhe pika ferme që e pasaj. E lekët e asaj marë të rogës, 220.000, edhe përpigjemi, jo na lopë, jo na samar, jo me punë vesh. Me punë që ose pa punë. Kish një 40.000 ke pension. E ato e kam ato. Po nëse s'do i kishe këto lopë edhe më përpara. Do i kanë kërqiu sëria këtu unë. Po i kanë kërqiu sëria unë para lek. Po pse do i ke ngrish? Plikë edhe do punoj aty. Vetëm këtu si a dile do të me pensionin. Po jo, s'ma djali, mua pension, unë baj lopë, qëri, vete edhe pëti, më blerë tu, bësh gjërë vogën. Pa atë punë nuk Jo, sëri, me këtë pensionin, e? Po jo, pa shafet, qyri më dhe. Po shpia ka argjimi e ditja gjajtë. Do vënë qytet, do vi, do blej atë, do blej këtë, të kushas ato. Më the ke marrë mbështetje nga shteti për atë. Jo, për qafë, Sa ke marrë? Po si pas malli sa të keq. Ja, do me thënë, Si pas baktive ja vlen. Kokëve. Për një kokë, lopë, po. Sa me? 100. 100 në vit. Po litë vit. Po qa mund bësh vit me 1,5 milion lekë? Po qa po ja bërë qafë, qa. Më mirë nga hiç
Po më kësha, po ne s'kemë fare këtyre vite, këta që kanë qenë çoban këtu. Po mira, ajo 1,5 milion është mjaftueshme. Po aq kam unë. Jo, mos. Aq më japën, aq mall kam. Sikoj do të më shumë atje. Po të rritet për kokë, ndoshta. Po se di. Se të leverdis të rritet shikoj. Po çfarë do lekët. Po ne kam ndor vetë ata. Duhet rritur, domethënë mbështetja që jepet për. Gjithë puna. Po. Mosha ime. Po. Ne mbaj baktin. Që mëson me punë të vështira ne shumë. Po të rinë. Çfarë do bëhet? Do mbas fare malli do punë. Po të paguaç, ja pa ato. Po do zona gjumir sa tjerë pastaj. Qa, ma kaj do vetëm me bakti, do mbaj bakti. Që të ketë bakti mirë këtu. Kjo e nxit, mos e problem. Të ketë mish, këtu është mirë të ketë. Domethënë po vazhdojnë këto kushte tipo thua që është duk. Do zhdro me të këtu. Krajina e Sevasterit ka mbetur pa bujësi, ku një tjetër sektor i ekonomisë mund të cilësohet i falimentuar tashmë. Banorët merren me bujësi vetëm në oboret e shtëpive të tyre, aty ku mbjellin fruta apo perime. Fushat e fshatit, megjithse në një territor të gjerë, sipas banorëve kanë mbetur shkret. Kjo për shkak të mos funksionimit aty të sistemit të kanaleve vaditëse. 2 prej kanaleve vaditës në Sevaster përplasen në pjesën fundore të tyre, duke mos bërë të mundur vaditjen e tokave të fshatit dhe komunikimin e tyre. Banorët tregojnë se më parë në fshat kanë qenë 7 pompa vaditëse, ndërsa sot nuk kanë mbetur më asnjë. Krajina e Sevasterit të vitet e komunizmit furnizonte Vlorën me grur, misër, perime apo edhe shalqi, ndërsa tashmë banorët këto produkte i blejnë nga Tepelena, qua sjellin në fshat apo nga Saranda. E nëse sistemi i vaditës do të funksiononte, banorët thonë se bujësia do të zhvillohej duke u kthyer në vëmendje të banorëve të zonës, të cilët do të nisnin të merreshin rishtazim me të. Po Sevasteri ka bujësi, mirë ble. Bujësi ka pas ka ujë. Ka ujë. Fare! Se si është ky problemi i ujit? Po nuk ka ujë se s'është bërë menaxhimi mirë i fushës. Një kanali i bie koka këtu, një i bie kështu, nuk takojnë bashkë. Domethënë sistemi i vaditjes Është pribret. Pribret S'ka fare. Po këta banorë që kanë ato pak toka, me se i vadisin? Asgjë, e qielli. Presin shiu. Vetëm shiu, vetëm shiu. Asgjë tjetër, vetëm shiu. Këtu çdo gjë me mundim. Është vetëm një zonë që çdo gjë me mundim, kaq. Kanë munguar investimet në sistemet. Po jashtë mase. Që u shpiu sistemi si bëra asnjë lloj ndërtimi për investimin e ujit. Po më parë Sevasteri ka pasur bujësi të zhvilluar kur ka Po, me 7 pompa. Me 7 pompa. Çfarë kultivoni? Misër grur, kooperativa, atyre misër grur. Fruta perime ndoshta? Po, ishi tëra, mbanin Vlorën e me bostan këtu. Na shis kemi për vete. Presë më Vlorën dhe bostani. Po tani, ka ndonjë gjë që kultivohet Sevaster në bujësi? Po, vetëm jonë që grur dhe misër pak, se s'ka ujë. Edhe ullin, blansh. Ullin është në Allahu, se po nëse do pëqet fushë vaditen. Ka jemi zonë shumë e vafër për çdo lloj gjëje. E urbanistika tëra. Po nëse do të investojnë në sistemin e vaditjes, jep të kjo një frym tjetër për fshatin? Po si do vetë ujë. Që ky moshatar do vetë vadis. Po s'ka ujë. Çfarë mund ta kultivosh ti për shembull nëse bëhet vaditje? Perime jonj për blektori kaq. Vetëm për jonj për blektori kaq. Blektori s'ka thosë se fare po. Po me atë sistem në vadis nuk mbahet blektori, pa ujë, misë s'ka. Gjitha produkte i blen. Ja, i blen çdo gjë, na fieri na vin. Na Saranda misri. E fare fushë me mira hektare. Keni shumë hapësirë dhe për të mbjellë, po prapë plot dynja. Po kemi çdo, asgjë. S'ka, s'patë ujë shoku. Qosh mirë, qosh mirë. Ke shpresë mund për misë atë gjë? Inshallah. Por në Sevaster nuk mungon vetëm ujë në tokat bujësore, pasi mungon ujë edhe në shtëpitë e vetë banorëve. Krajina nuk ka një sistem funksional të furnizimit me ujë të pishëm. Banorët kanë gjetur zgjidhje provizore ose përdorin puse. E gjithë lagja në Sevaster, e cila ndodhet pranë çezmës shekullore të fshatit, ka bërë një shpikje. Ata kanë lidhur tubot e vogla prej kauçuku në fshat me bidona për të furnizuar shtëpitë e tyre apo edhe për të vaditur bahçet. Banorët nuk kanë ujë të rrjedhshëm për të pirë, e shpesh e mbushin atë tek çezma e fshatit apo në përburime. As në këtë drejtim nuk ka patur investime të mirëfillta.
Ndërkohë që banorët e Sevasterit të vuajnë për ujë të pishëm pasi nuk furnizohen rregullisht në banesat e tyre në këtë fshat, por gjithashtu edhe në gjithë krahinën është gjetur edhe zgjidhja me anën e investimeve serioze. Për të parë investimet në rrjetin e ujit të pishëm, do doja që të ndjekim për pak sekonda se si është investuar në Sevaster për furnizimin me ujë të pishëm të banorëve. Unë ndodhem në një prej çezmave kryesore shekullore, thonë dhe banorët e zonës të fshatit, e cila një pjesë e ujë, siç mund ta shihni, derdhe dhe shkon dëm, pasi banorët vinë aty dhe shpeshherë mbushin bidonat me ujë, ndërsa këtu është mënyra se si furnizohen banorët në shtëpi me anë të tubacioneve, të cilat i kanë lidhur me mjete provizore dhe primitive në çezëm, dhe në këtë mënyrë kanë mundësi që në shtëpitë e tyre të vijë sadopak ujë. 350 shtëpi kanë qenë më parë që kanë jetuar në Sevaster, ndërsa sot numri i tyre ka shkuar në 60. Aty janë edhe disa banorë që vinë në Sevaster për të kaluar disa ditë në fshat, apo për të kujdesur për togat bujqësore e largohen sërish drejt Florës. Krajina ka rënje drastike të numrit të popullsisë, ku në shtëpitë e fshatit tashmë kanë mbetur vetëm mosha e tretë. Banorët thonë se më keq është ajo që do të vijë në vitet në vazhdim. Sipas tyre, 35-40 të rinë në fshat janë pamartuar. Ata janë të moshave nga 30 deri në 45 vjeç, por nuk gjejnë dot nuse për shtëpi. Asnjë nuse nuk vjen në një fshat ku nuk ka asnjë kusht, e aty ku mungojnë shumë gjëra. Banorët tregojnë se numri i popullsisë do të bjerë ende në vazhdim, pasi nuk ka martesa, nuk ka lindje. E brenda pak vitesh e gjithë krajina, sipas tyre, rrezikon shpopullimin. Sot, për shembull, jeta jose është e keqe. Se këtu fshati ka qenë shumë i madh, mbi 350 shtëpi. Sot ka ngelur gati 100 shtëpi. Mirë po. Më tepër shumica kanë ikur në emigracion edhe në qytet, për një jetë më të mirë. Te ka qenë 350. Po. Sa mund të jetë sot? Tash 100 shtëpi. 100 shtëpi. Gati 1/3 jeton këtu. 1/3. Aman ka dhe persona që nuk i kanë braktisur, vërtet jetojnë në Vlorë ose jashtë dhe kanë ardhur, i kanë riparuar shtëpitë apo janë kundesur për tokat kanë mbjellur linjë. Janë kthyer ose më sa kthehen her pas? Kthehen her pas, jo përpare, po vinë pjesërisht. Po këto 100 shtëpi që ti më the. Po. Çfarë moshe mbi zot kanë? Kush janë më të shumë? Në tepër këtu për shembull pothuajse është moshë e tretë. Ose është një lagje poshtu që është çike populluar dhe problemi kryesor këtu në fshat qëndron se këtu nuk martohen dot djemt. Pse? Pse nuk martohen? Nuk vinë nuse këtu. Është shumë problem, po nuk ikën poshtë, plus që nuse sot kërkojnë shumë kushte, shumë gjëra, po duan të çat se mund të kesh dhe traget, të tjera, markete këto. Plus duhet të kesh vizë gjermane apo amerikane. Nuk e shojnë jetën. Ato thonë kështu që neve thonë duhet vetëm një jetë të mirë. Jetën e fshatit nuk e duan. Jo se është e keqe. Këtu janë rreth 35-40 djem pa martuar. Pa martuar? Po. Jo se nuk duan të martohen, po nuk arrin dot të gjejnë. Të çfarë moshe janë? Mosha nga 30 deri në 44 vjeç. Po te pjesa 100 familjeve që ti më the. Po. Janë familje me shumë anëtar apo pjesërisht janë vetëm me 2 pleq, ose edhe një tek plak, se mund të ketë iku njeri. Ku kanë emigruar Sevasteriot? Sevasteriot, Italinë dhe Greqinë, tash kohët e fundit pak Gjermaninë. Po ka pasur një periudhë emigrimi apo vazhdon? Periudha e emigrimit ka filluar qysh nga 91-shi, që u hap greku herë të parë, ai eksodi mat pas që u hap me Italinë, edhe vazhdon dhe sot. Ikja vazhdon. Për pak vite po them që ata 40 të rinj ose nuk do jenë më, ose do jenë larguar dhe në vazhdimsi të tjerë. Po, këtu për shembull sa po vjen dhe po paksohet popullsia. Pranohet kjo gjë në Sevaster, mund të ndryshojë.
Kjo frenohet për shembull varte politika. Politika e bën dhe frenimin. Çfarë duhet bërë që ta ndryshojmë? Për shembull, pjesa më e parë që është këtu spital ka, edhe shkollë të mesme ka. Mi po e keqja këtu qëndron për shembull se neve nuk kemi zonë malore kodrinore, ne vërtet i shikon me kabull këto ti, po neve një herë mbas dite ne më shumë rrim pa drita. Një pjesë kjo. Ndikon edhe ngesa e vendeve të punës dhe ekonomike shqyrtërinë për të larguar. Vend pune këtu do vesh o me dhën, o me dhi. Vetëm kaq, ose me lop. S'ka mundësi tjetër. Ose dikush mbande pulet e tij, njëti apo jo. E vetëm kaq. S'ke, detyrimisht. Edhe ata ndaj nuk vinë nuse këtu për arsye se ata ku do vetëm do vetëm me dhi apo me dhën. Kjo është një dobësi tek neve. Ku do shkoj kjo situatë në vazhdim? Mirë jemi deri këtu, po them, 100 familje. Do me thënë, familjet që janë me 2 pleq apo me 1 plak do ende zhdukjes. Rrezikon Sevasteri të shpopullohet për pak vite. Shkolla e mesme, po parin me 1 dhe me 2 nxënës, matura. Që janë tërë zona këtu, janë 8 fshatra. 9 vjeçare? 9 vjeçare ka paks, se vide. Gjimnase bujësore, se mbajmë bujësore. Për pak vite vështirë është, sepse kur nuk ka kur nuk ka martesa, nuk ka dhe pjellje, nuk ka pjesashmëri, nuk ka lindje fëmijësh. Por edhe vetë pronarët e bizneseve të vogla të fshatit nuk janë të kënaqur. Takojmë një prej tyre i cili administron një bar kafe. Ai na tregon se xhirua që bën çdo ditë ka rënë ndjeshëm e duke u krahasuar me vitet e mëparshme, fiton nga biznesi shumë më pak. Fitimet që nxjerr nga ky biznes i vogël që administron janë sa për kafe. Duke e krahasuar me vitet e kaluara, pronari thot se me këtë biznes mban familjen, duke nxjerrë aty një rrogë të kënaqshme. Por tashmë fitimet janë minimale, duke rrezikuar që brenda pak kohësh, madje edhe ta mendoj të mbyll biznesin që administron. Në uljen e punës ditore, sipas tij ka ndikuar edhe largimi i popullsisë së Krajinës, pasi aty kanë mbetur vetëm mosha e tretë, që sipas pronarit të biznesit, konsumojnë një kafe apo një gotë raki e më pas largohen në shtëpi. Një biznes të vogël familjar, Sebastian. Si është situata këtu në fshat? Do të them, të bësh biznes, ja vlen të kesh një biznes vogël. Jo, këtu nuk ja vlen me Sebastian. Nuk ja vlen. Jo. Po pse, cilat janë arsyet? Arsyet janë këtu që nuk ka njerëz. Kështu biznesi bëhet me njerëz, nuk bëhet pa njerëz. Flas për vetë time, për biznesin kam unë. Sa vite ke ti që menaxhon barka? Unë kam 20 vjet. 20 vjet. Si e ke parë situatën në 20 vjet? Në rënie. Në rënie. Na vitin vit. Nga vitin? Po. Do të thënë, do ma përshkruash pak, po them unë 10 apo 15 vjetare. Si ishte? Po atëra në shonde që se kishe njerëz, edhe kështu që ne nuk ndjenim, punonim, normal. Po sot është vështirë. Dalim kështu për të pirë kafe për atë, semi-profesionist. Duke e krahasuar për shembull me atëre, xhiron që bëj atëre dhe xhiron që bën sot. Absolutisht, ka shumë ndryshim. Atëre, ja dilje të mbajë familjen, nxirë një rrogë. Atëre? Po. Atëre po. Sot jo. Sa mund shkon të xhiroj vendit ose a leverdi? Po çi do këto xhiro ty? Nuk ka rësi apo? Nuk ka rësi. Ne e përgjishim kohës atëre. Kaq. Jetës që ishte atëre e përgjishim. Ke shumë çdo ditë apo janë për? Ku ka më klient këta, ne ja shkon, ja 2 edhe 3 edhe. Çfarë janë? Si është moshës 3? Po ja mosha e 3. Personizoj gjithë. Ja del do të mbijetojnë biznesi me këto gjëra? Absolutisht. Jenë me qëra? Po, me qëra. Do në kemi qëra, shpenzimet e biznesit është gjë. Po ku do shkoj kjo situatë? Nuk adin ata. Duhet këtë mbështetje për biznesin? Po tjetër duhet këtë mbështetje për biznesin. Po s'patim mbështetje s'ke ku shkon. Ka pas deri tani? Po çfarë mbështetje ka pas? Mbështetje bëhet atje ku ka njerëz, jo atje ku s'ka njerëz. Pse këtu ku s'ka njerëz ta harrojmë? Po ç'mo biznes gabim akoma që mbad këmbë. Rrezikon ta mbyllësh? Potoj se është mbyllur. Potoj se është mbyllur, e majmë shumë kot. Ja, ta them sinqerisht. Unë jam personist. Për kaluar kohë. Kështu e maj kot fare. Është pa vlesh. Do i kërkosh një shteti, çfarë mund të kërkoj? Po çfarë kërkoj shteti si kthem domun, ata i kanë ikur si kthem domun. Shteti i kërkojnë vetëm njerëz, po. Por si është në Sevaster, jetesa e atyre pak banorëve që kanë mbetur,
të cilët janë sigurisht të moshës së pensionit. Vetë pensionistët e Sevasterit tregojnë se vazhdojnë ende të punojnë. Për 40 vite punë, një prej pensionistëve të Sevasterit merr 25.000 lekë të rinj pension. Një pagesë kjo që nuk justifikon as pak vitet, mundimin, sakrificën mbi shpinë. Ai detyrohet të punojë si laborant në një baxho në zonë, duke bërë analiza qumshti. Profesioni i tij i vjetër është baxhoxhi, ku prej vitesh ka punuar në të tillë zanat, ndërsa tashmë që fuqitë kanë lënë, bën sigurisht punë më të lehtë. E sigurisht që do të donte një pension më të mirë që të mjaftonte për të mbajtur 2 antarët që janë në familjen e tij. E mos të punonte, por pikërisht për faktin që jemi në Shqipëri. Kjo që sipas tij nuk është një mundësi, por mbetet një fat. Shpresën për përmirësimin e situatës ekonomike nuk e ka nga shteti, por e ka nga Europa, por thotë se nëse Bashkimi Evropian e vendos si kusht që mirëqenia e familjeve të fshatit të rritet, pensionet të rriten, vetëm atëherë këto të fundit do të mund të përmirësohen, në rast të kundërt jo. Si duket Tare. Shumë e mirë. Pse? Mirë. Unë jam pensionist, jam edhe në punë. Çfarë pune bën? Po, jam punësor tek njeri aty edhe ai që do të punoj e gjem punë. Jo, doja të pyesja pak. Banorët ngrën të shqetësimin e këtyre pensioneve të vjetra, të kooperativës së famshme. Po, edhe unë pensionist i vjetër jam këtu. Po, pensionist i vjetër. Mund të pyes sa pension merr? Unë me gjithë shtesat që jam bërë, marrë rreth 5.000 lekë 200 të vjetra. Si është ky pension? Është i mjaftueshëm? Ore, i mjaftueshëm s'është ai, po është muhabeti që kaq e ka masën. Sa vite keni punuar? Që në 65-ën ishe 17 vjeç. 65. Keni mbi, po them unë, 40 vite punë. Po. E 40 vite punë 205.000 lekë. Është e drejtë kjo gjë? Po si mbas kontributit. Unë atë sistem pagoja 20 lekë që ati që më mbanin në rroga për sigurimin shoqërore. Ai ishte rregull. Duhet të ndryshojë kjo gjë, të ketë më shumë mbështetje për pensionistët. Po që duhet të ndryshojë, të ndryshojë sa më shpejt. Çfarë pune bën sot? Më the je i pulsuar diku tjetër, Këtu bëjtë analiza qumshti. analiza që. Kam qenë bazho më përpara. Bazho i vjetër i kategorizuar në ndërma e qumshtit. E lash se nuk merës janë dot. Punova një sezon, e pas që nuk shtyjesh atëre në 94-95, hangëm dynjan, merim, kërkoni makina, e venim Tirane që ishim se treg në Vlorë s'kish, edhe atje në talë, jo kaq, kërkojmë djatë gjirokastër. Ka blektori mos nëse? Ka. Si është? Ka shumë? Të shi mbas vëndit, aqë mba në vëndit, nuk të them dot. Në klasimin e vitet e pashme? Aty. Ky profesion që ti bën, ja vlen të bëhet në Sevaster, që merresh me analizat e qumshtit tip laboratorant tip? Po, ja vlen. Unë pensionist jam, kjo që pensioni apo një qik me të lartë kështu. Është e vetmja gjë që mban familjen apo që të ndihmon të bash familjen. Burra jemi pensionist. Kemi në një tarë, jo një domate, jo një patate, jo një qep, jo një hudhër, jo një ashtu. Nuk jemi në des dyqan. Tash në des dyqanit e në des fugoni do vetë ore se. S'ke nga shkon. Domate se kam bërë sot, patate se kam bërë. Do vetë atje, do të lej. S'ka nga të shkot. Se do të haj, njeriu do të haj. Ke shpresë se do përmirësohet kjo situata ekonomike bankës ose pensionet? Po pati detyrim nga Bashkimi Evropian, kështu që sikur të futemi në Bashkimin Evropian, atëherë të detyron bota që se edhe kaq bota i tha do bëj këtë ligj që ne kishim ligje tjera. Jo, ne harroja. S'jemi zotënve. Me jetën e fshatit ka edhe njerëz që janë të kënaqur, të lumtur, e të cilët nuk e kanë humbur shpresën.
Ata janë kryesisht pronarët e bizneseve që tregtojnë bazën ushqimore për familjet e zonës. Në Sevaster ka pak biznese të tilla, të cilat kanë ende xhiro, blerje për shkak se janë e vetmja mundësi e banorëve në zonë. Jemi ndalur në një tjetër biznes në Krajin, ku administratori na tregon se prej 30 vitesh merret me tregti. Sigurisht që për biznesin që menaxhon, situata ekonomike ka ndryshuar shumë nga viti në vit, por gjithsesi fitimet janë ende të kënaqshme, ajsa për të nxjerrë një pagë e cila i mjafton mjetesës së tij në fshat. Furnizimin vinë e marrin drejt Vlorës, por sërish ja dalin që këtë kosto ta përballojnë e të nxjerrin fitimin e tyre. Biznesi i tij ka më pak xhiro se vitet e mëparshme, pasi popullsia është larguar e ka rënë konsumi. Por Sevastir Rjotët thonë se brejnë çdo gjë, nga produktet ushqimore të domosdoshme, por edhe ato të qejfit. I keqardhur ndihet për faktin që mbështetje nga shteti nuk merr asnjëherë, ku tregon se e vetmja mbështetje që ofrohet janë kredit me interes ambytse, që nuk shlyen dot. Në të ardhmen tregon se biznesin nuk e trashëgon dot, pasi fëmijët e tij nuk mendojnë të jetojnë në fshat, kështu që do ta jap me qira ose do ta mbyll fare. Besoj një biznes që administron punë se pastaj. Prej sa vitesh merresh? Unë kam 30 vjetë që punoj këtu. E përgjithshmja në një gjendje nuk themi super të mirë, po të mirë. Kuptohet që blejnë, bëjnë, ushqen. Çfarë tregton nëse përpyes në lidhje me biznesin? Po, unë tregtoj ushqimore dhe konfeksione. Edhe këto produktet e blegtorisë për shumë mirësore, hime. Furnizimet i sjellin apo shkonin me? Furnizimin shkojmë e marrën vetë, ku janë pikat që i marrën i ngarkojmë, i bjem këtu dhe i shesëm. Po, a ja vlen e gjithë kjo se në Vlorë, nafta, mundimi, sigurisht vjen këtu i shet? Po, janë bërë ato llogari që ja vlen, se ndryshe ta kishin mbyllur ne, po mos ja vlente. Punojmë, bëjmë, ushqemi ne, mbajmë shtetin, edhe neve ushqemi. Taksat vazhdojnë? Taksat e bashkisë, shteti nuk na merr ka vitra që s'na i ka marrë. I kënaqur me biznesin që bën? I kënaqur. Ka rënë xhirua nga viti në vit? Po bie numri banorëve, detyrimisht do bie në xhirua, ajo nuk është në ngritje fshatrat. Fshatrat janë në ulje se s'ka, kanë mbetur moshe tret po thuaj, e të rrallë familje që janë me fëmijë këtu. Për shembull shkolla këtu është shumë pak numri nxënësve. Banorët vjen kryesisht ushqime apo ndoshta edhe gjëra të quar çejfi. Çfarë duhet i blejnë? Do pjesë. Ke borxhe? Borxhe jo, asnjë lek. Se? Ka para njerëzit. Vjen me makinë, vjen, s'ka shtëpi pa 3 makina. Kaq mirë. Çfarë do fazë? Po ja i ke fshirë që ka do listë. Po janë gjëra momenti këto pa punë, i mbledh unë, gjëra momenti. Momenti. Si është etapa e biznesit? Si është? E ardhmja është që do ulet tempi, nuk drejt asaj ardhmja se ka mbetur mosha që shumë pak. Po na një dyqan dhe do jetë, po që shumë pak. Ju jeni vetëm market në fshat? Jo, ka dhe të tjerë. Ka një klub këtu, një më poshtë. Po ranë shumë e makina, kanë makina, janë njerëzit me na 2-3 makina për derë, nuk u marrën vendet, nuk ka vend ku t'i fusën. Vjen keq për të situatën që ndoshta për shkak të largimit të njerëzve mund të rrezikosh të ta mbyllësh. Po nashi secili shikon kështu, po kjo u ham dyert nashi dhe do ikim ku të jetë më mirë. Unë kam një kushëri në Gjermani, ai është stabilizuar, po merr mua apo merr djalin tim. Tjetri e kanë në Itali, njëri e kanë në Greqi. Ti ç'ke biznes ke? Do në jetë largohesh? Jo. Do rishton Sevaster. Këtu në Sevaster. Po fëmijët mendojnë që ta trashëgojnë këtë biznes, ta vazhdojnë të një gjë që ti bën? Fëmijët kanë mbaruar shkolla, janë në për vende pune, nuk i kam këtu në fshat. Jo, nuk do rrinë. Jo, nuk do rrinë këtu. Kur pas vite, shumë vite. Këtu do ta jap me qira unë. Do ta jap me qira. Do të mbështesi biznesin e fshatit që të japi një frymëmarrje që ndoshta ti jetoj dhe më gjatë. Vërtet ti mund të jesh situatë më mirë
vlerë ekonomike, po ka e tja? Po më dhaj shteti mua do m'jap kredi që shtek për shembull që ta zhvilloj e ta bëj. Mbeti pashiu kredia ngrihet atje, më mirë e mbaj kështu siç e kam e pak, si kam borxhiriu dhe flerë hat ndërkat. Të keni të mira. Nuk është era e parë që kamera e Blu Televizion ka qenë në Sevaster, pasi editoriali ka bërë gjithmonë e më shpesh të udhëtojnë drejt kësaj krahine. Por realisht pristim ta gjenim ndryshe. Të gjenim një zonë më me tepër zhvillim, banor të qeshur e pahalle, me një rrugë të rehabilituar dhe aks lidhës me Tepelenën. Biznese të reja që janë hapur aty e që janë disa, por për zonën janë sigurisht të pamjaftueshëm. Çfarë pritëm e çfarë gjetëm, janë si nata me ditën. Fatkeqësisht ashtu si realiteti që kemi takuar deri më tani në shumë fshatra të Vlorës, dhe kjo gjë është për të ardhur keq.